Prej disa ditësh tashmë në zonat bregdetare të Durrësit janë në funksion të plot 5 qendra shëndetësore verore, të cilat ofrojnë shërbim mjekësor 24 orë në 7 ditë të javës. Në zonën e plazhit të Madh, Shkëmbit të Kavajës, Curilave, Hamallajt dhe Gjirit të Laxhit funksionojnë qendra shëndetësore verore, të cilat do të qëndrojnë të hapura deri më 30 shtator. Ato janë të pajisura me të gjithë stafin e nevojshëm shëndetësor për të ofruar pushuesve, turistëve, por dhe banorëve të zonës shërbim sa më të shpejt dhe efikas për të gjitha komplikacionet që mund të shfaqen atyre gjatë ditëve të qëndrimit në vijën bregdetare të Durrësit. Ne jemi në javën e dytë të fillimit të sezonit veror, i cili fillon nga data 1 qershor deri në datën 30 shtator. Është viti i dytë me këtë interval kohor. Jemi totalisht të përgatitur, të gjitha qendrat shëndetësore janë me një staf të kompletuar. Funksionojmë edhe këtë vit me 5 qendra shëndetësore në zonën ku jemi aktualisht, në zonën e plazhit të Madh, në qendrën e Shkëmbit të Kavajës, Curila, Hamallaj dhe në zonën e Gjirit të Laxhit. Të 5 qendrat janë në mirë funksionim dhe të organizuar për të përballuar gjithë fluksin e sezonit veror. Do rrihen 24 orë në 7 ditë të javës hapur? Janë 24 orë të hapur me një ekip të plot të organizuar tashmë. Vitin e kaluar në qendra shëndetësore verore kanë marrë shërbim rreth 16.000 pushues, nga të cilët 1/3 kanë qenë shtetas të huaj. Drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Aurora Hyka siguron se fal dhe bashkëpunimit të ngushtë me urgjencën kombëtare dhe Spitalin Rajonal Durrës, qendrat shëndetësore verore do të ofrojnë shërbimin më të mirë të mundshëm për fluksin e madh të vizitorëve vendas dhe të huaj. Në zona turistike është vendosur tashmë në hapësira të caktuara informacioni i nevojshëm për çdo qendër shëndetësore, adresa e saj, numri i kontaktit e të tjerë, për të mundësuar pushuesve akses të shpejtë me shërbimet mjekësore më afër vendodhjes së tyre.